Ti e përdor atë portalin i Albania? Unë për pas se kam përdime e përdor merë se plak, jam të unë. Po për atë diellën që punon të i Albania, ke dëgjuar? Jo, se kam pa për zotë në gjuhë. Po, është një diella që e organizon atë e drejton. Po shiko, ka 2 javë që i Albania nuk punon. Edhe ne na ka kap meraku se mos ndoshta diellës i kanë ardhur ato. Shofer ato. Ato pra? Dijon. Vish mos më folë ma gjatë, se Dijon nuk i njek partë, taj se kur zdimi i përdor, nuk i njek. Ato çfarë tash se kur thua ato dihet që Sa kupton ti? pa keq kuptime, Tani mos kalojmë ato gjërat e femrave tani, mos themi se kur thua ato ose tezë ose hallat nga Italia themi ne ande nga zona jonë. Në kush zonë jeti? Nga Lushnja. Okay, shumë mirë. Ju jeni të mirë. Po jemi, kemi domethënë ata nuk e di unë, po ka qenë kohë xhaxhit që bëhej plasmasi atje, por që tani sa për ato, vinë ato, ikin ato, se bëjmë si punë atje, so bëhe dhe i viral i shkreti. Ne e bë. A ju, a? Në duke se e hangre dhe ti. Ndoshta, s'kam dirë gjë akoma. Unë nuk do të flasë vetëm për të edit qa për flasën. Për qa flet më? Unë flasë për Edi Ramën, që është njëshi. Martë nga ditët e tua. Ja, martë nga ditët e velet i marë, por e më fortë, unë 75 vjetë jam. Parë ja, është diplomat. E du në të gjithë, e do gjithë bota. Edi Rama ka një surprizë për ju që jeni në këtë moshë, po ti nuk përfiton nga oferta. Do t'ju heqi shërbimet e funeralit, do i keni falas. Po, atë e ka zonë kur të desim neve, po problemi është që ata që përdoja që bori atë me dhunë, gjithë jetën me dhunë për institucionet, kuvendin, që aty merë rogën, ne marri pensiona i merë rogën, është i papar, Sali Berisha, është i papar. Kuvendi parasitisht e kuvendi ishte kopër zoologjik. Mendon që është rastësia, apo? Kopër zoologjik aty ka qenë arrit atje. Edhe doli Sali Berisha arrihu. Gomerët. Po pra. Po pse ata që janë qaja? Kush? Ata gomerët e tjerë. Ja, janë të mirë ata. Kush është i mençëm nga ata për shumë? Po, i mençëm është Edi Rama, që e do gjithë bota. Belinda Balluku, Tiranë që ime. Do të në një gjithë djelës, se morën vesh ishte 7 zanë, mos e kanë ardha ato tani? E para, mua m'bjen keq, jo për një pjesë, një shtres të shoqërisë, po për gjitha shtresat, arsye është shumë e thjeshtë, sepse u bë si kusht që të kalohet çdo dhënë, çdo pare, çdo gjë përmes i Albanias. Pastaj të bllokohet, kjo do thotë që është një marrëveshje e dhimbshme, si njëri që jam kogja i njohur me këto lloj marrëveshjesh, që një bllokim i shkurtër mund të kushtojnë triljarda euro brenda sekondit, jo minutit, kështu që ajo çka duhet dhe çka thuhet është e paktë me atë shafshihet brenda këtyre pseudo hakerimeve ose bllokimeve që të shpifura, domethënë që fshihen në këto lloj krimesh mund t'i quaj. Po çfarë është kjo diell më? Çfarë është kjo? Robot apo është robot? Çfarë është kjo diell? Ajo është një njeri krijuar nga inteligjenca artificiale. Pra nuk është fizik, është frymor. Po marr vesh nga ato, po na ngatrojmë do gjona. Po prandaj na e fusin se s'marrin vesh. Po çi dum ne me këto ai nuk quhet njeri e për mosh, nuk e di si mund ta shpjegoj. Po ajo ka të drejtë të firmosit, të vullosit, të përfitojë nga taksa tona dhe të mos mbaj përgjegjësi. Nuk e di për zotin, nuk di çfarë mendimi t'ja për të. Gjithsesi që kur diella u shfaq si person përgjegjës për portalin tonë i Albania, ai nuk po punon. Tani ne jemi shumë të shqetësuar çfarë mund të ketë ndodhur. T'jap dot përgjigje. Mendon se mund të kenë ardhur ato për shembull? Nuk e di. Nuk t'jap përgjigje fare për të. Sti pa, as nuk do ta njoh fare të diell kush është diell. S'do ta njoh fare. Po ti s'ke i Albania në telefon? Po nuk kam isa bëj çish fare. Jo. Po si aplikon për të marrë dokumentat? Asgjë fare, unë jam pensionist, po mora mi, po s'mora, po në madhe. A jemi budallin apo bëjmë vetë? Bëjmë vetë. Flas për i Albanian që nuk punon ka 2 javë. Nuk i di fare.
Këto Albania po është portali jon. Unë jam farmacistja, që s'marr vesh, ja, më kanë vënë një telefon djalin dorë, as vita për dorë, as si Çamba. Ja, kur bie zilja, që lidhemi, ndërlidhje, alo, nga kabina numër 5. Tash i baj, rof Shqipëria lirë, Shqipëria do bëhet, I love you. Rof Shqipëria në shekuj, Shqipëria do bëhet. Si do që e bëjnë, si do që na lan pa pensione, si do që vërtitën këtë popull, ky popull ditë jetoj, nuk vdes.